Edhe tani po hapim këto flokët e kadaifit, ja ti hapim mirë. Morëm tani pak nga këto flokët e kadaifit, i hodhëm brenda mbushje, e mbledhim kështu, e bëjmë topçe të vogël, edhe e vëmë këtu në tepsi. Tepsin e kemi lyer me gjalp. Edhe këtu vazhdon puna tonë, kështu do t'i bëm në tepsi me radhë sa të mbushet tepsia. Tani e mbushëm tepsin me kadaif dhe do t'i hedhim përmbi të gjalp të shkrirë. Në furrë për 1 orë në 160 gradë dhe pastaja në 170 gradë për 35 minuta. Do me thënë 1 orë e 35 minuta do piqet. Ja dhe kadaifi është gati. Shurupi është i ftohtë edhe kadaifi është i ngrohtë. Ja të provojmë dhe kadaifin që na bëri kjo shoqja. Kështu në pamje të merr me sy i shkreti. Nuk përshkruaj më. Më lini ta shijoj.